Zoti Roj, si keni parë këto protesta të cilat tashmë e kanë kaluar muajin dhe kanë ruajtur deri diku ato intensitetin e tyre, ndërsa nga ana tjetër Edi Rama nuk tërhiqet nga Tia dhe nuk pranon që t'jap dorëheqjen? Unë mendoj se këto protesta janë ndryshe nga shumica e protestave të tjera deri më sot, janë ndryshe nga të ashtu quajturat protesta të pseudo-opozitës, të cilat kishin qëllim që thjesht të ruanin rolin drejtues të udhëheqësisë së Partisë Demokratike brenda për brenda, pra të krijonin kushtet që të mos ndryshonte asgjë. Edhe protestat e studentëve në vitin 2018 u kanalizuan sipas dëshirave të Parisë të Tiranës. Kjo protestë që ka zgjatur më shumë se sa një muaj, dhe në gjykimin tim do të zgjas edhe më, do të zgjas aq sa duhet për të minuar legitimitetin tashmë të thyer të Parisë të Tiranës. Protestë ndryshe, është një protestë e qytetarëve, është një protestë pa ngjyra politike, është protesta e shpirtit lirë shqiptar. Duke qenë protesta e shpirtit të lirë shqiptar, është e pakontrollueshme nga të gjitha llojet e rrymave, edhe pse ato ekzistojnë brenda për brenda protestës, por deri më tani protesta ka pasur një frym të qartë kombëtare dhe njerëzit duan një fillim të ri, jo një Shqipëri të re në kuptimin e ta ndërtojmë Shqipërinë nga zero me grupime të ndryshme, por një sistem të ri për shqiptarët. Se ne shqiptarët jemi autokton këtu për mbi 3000 vjet, të paktën, kështu që duhet një Shqipëri e lirë, një Shqipëri me një sistem të ri politik, me një koncept të ri të shoqërisë, të cilën protestuesit po e kërkojnë me ngulm për ditë e më tepër, ndonë se dikush mund të thotë që nuk janë të artikuluara qartë, ajo që ndjehet në protestë, sidomos kur merr pjesë vetë, kur je në atë mes të atij grupi njerëzish të mrekullueshëm, është pikërisht që njerëzit tani më e kanë kuptuar, nuk ka zgjidhje brenda për brenda për Parisë të Tiranës. Dhe kjo është një fitore e madhe për shoqërinë shqiptare, sepse ndan atë nga kriminalizimi i skajshëm, e bën propagandën e Parisë të Tiranës më pak të efektshme, edhe pse ajo mbetet e fuqishme, dhe e bën çdo lloj tentative për truke, çdo lloj tentative për perje të brendshme, çdo lloj tentative për protagonizëm të pavlefshme, sepse njerëzit e vendosin se kush pranohet apo kush nuk pranohet. Nuk ka nevojë të kesh një doktoratur, nuk ka nevojë të jesh i ditur, janë njerëzit në atë shesh që e vendosin. Është dëshira e tyre, brohorimat e tyre që e vendosin se kush është rruga e drejtë, dhe deri më sot janë ata njerëz që e kanë çuar këtë protestë në rrugën e drejtë. Keni mbajtur një fjalim në këtë protestë, si e keni parë frymën, vizionin, por edhe atë që kërkojnë vetë qytetarët në këtë protestë kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama, dhe nga ana tjetër ai ka tundur vërtet themelet kjo protestë Parisë të Tiranës? Shikoni, unë në fjalën time dhash një pikvështrim të qartë të asaj që unë shoh në këtë protestë. Në këtë protestë kemi përballë shqiptarët e mirë, shqiptarët që duan të jetojnë të lirë, shqiptarët që duan të jetojnë me dinjitet, siç e thash, të gjitha ngjyrave politike, nuk ka rëndësi se për nga vin apo ku e kanë dhënë votën deri më. Pra është delirësia e shqiptarëve më një anë dhe poshtërsia, errësira që ofron Paria e Tiranës më anë tjetër. Pra në një krah kemi të drejtën, në krahun tjetër kemi të shtrembërën, siç e thash në protestë, në një krah kemi dritën e të ardhmes, dritën në fund tunelit të Parisë të Tiranës, dhe në krahun tjetër kemi të gjitha mekanizmat e vendosura në punë nga Paria e Tiranës për ta mbyllur daljen nga tuneli, për të krijuar pengesa, për të krijuar vështirësi të panumërta në rrugën e dritës. Pra, kjo është një përballje midis të mirës dhe të keqes, dhe është më së qartë që në një anë kemi popullin shqiptar, që është i mirë, dhe në krahun tjetër kemi Parinë e Tiranës, që është ajo që e mban këtë popull të pavëruar dhe e drejton drejt keqes. Deri përpara protestës ende kishte shumë amulli. Njerëzit e dinin thellë në shpirt, po kishin amulli kush do të jetë zgjidhja, po si t'ja bëjmë, po sikur t'ja japim filanit, fistekut, tjetrit, partive të reja, ndërsa tani është konsoliduar ndjesia popullore, që e keqja është një,
e keqja është paria e Tiranës, e keqja është kompakte, e keqja na mban sklever dhe e keqja duhet shtrënjosur me far, sepse pa shtrënjosjen e saj me far nuk mund të ketë zgjidhje, nuk mund të ketë fillim të ri. Së dyti, protesta është e mirë edhe sepse ka zgjedhur një rrugë të mrekullueshme, që është rruga e ndërtimit prej këtu ku jemi, jo rruga e shkatrimit. Në çdo protestë bëhet thirrje për të mos pasur dhunë. Disa tentativa për shtyrjen e protestës drejt dhunës kanë pasur, kanë qenë në shumicën e tyre provokime të Parisë së Tiranës, e cila është përpjekur të shtyjë protestuesit drejt dhunës dhe ata nuk e kanë përdorur këtë karrem për të rënë në grackën e Parisë Tiranës. Protesta ka ecur shumë e qartë në rrugën paqësore, sepse çdo lloj rrugë tjetër bëhet e dëmshme për interesat e Shqipërisë dhe protestuesit janë të qartë që çfarë është ndërtuar deri më sot nuk ka nevojë të shkatërrohet. Ajo që duhet shkatërrohet janë mekanizmat e kontrollit të shoqërisë nga paria e Tiranës, së bashku me të gjithë ata që duhet ndëshkohen, që kanë 35 vjet, që fusin duart në xhepat e shqiptarëve pa ndëshkim dhe që shkelin mbi gjakun e shqiptarëve pa ndëshkim. Pandëshkueshmëria duhet përfundojë dhe sistemi i ri dhe rregullat e reja të lojës duhet i drejtojnë të gjithë ata që duan të shërbejnë në publik drejt të mirës. Do të ketë sigurisht në çdo lloj sistemi shkelca, do të ketë në çdo lloj sistemi tentativa për vjedhje, por rregullat e lojës duhet të jenë të qarta dhe të gjithë duhet të jenë të barabartë përpara ligjit. Pa një barazi, barazi para ligjit, meritokraci dhe ndryshim thelbësor të sistemit politik, shoqëror dhe mendësisë, nuk mund të ketë përparim për Shqipërinë dhe përparimi do të jetë ai që shohim me sy, që ekziston, është ndërtuar Shqipëria, është modernizuar e të tjera, po do të jetë një modernizim në funksion të një grupi shumë të ngushtë dhe tani më njerëzit kanë parë që Parisë së Tiranës nuk ju mjafton më vetëm pasurimi, por kanë filluar të shesin pak nga pak të gjitha pjesët e Shqipërisë dhe siç po diskutoja me një nga protestuesit, i cili ishte shumë i qartë, ishim 4 milion, pothuaj 4 milion, 3.disa milion në kohën e regjimit komunist, kemi mbetur më pak se 2.8 milion, pavarësisht shifrave zyrtare, dhe në 5 deri në 10 vjet mund të bëhemi edhe më pak se sa aq, mund të bëhemi nën 2 milion shqiptar. Pra trendi është regresiv dhe jemi në momentin e fundit. Ky është shansi i fundit për shqiptarët në përgjithësi, por më së shumti për rininë. Dhe kjo është një pjesë që duhet ta cekim, besoj, në këtë intervistë, se cili është roli i rinisë dhe si po e ushqen rinia këtë revolucion të butën, se mund ta quajmë kështu, pikërisht sepse rinia nuk ka më shanse të tjera. Ky është shansi i fundit përpara se çdo gjë të shkatërrohet dhe të përfundohet. Ju jeni pjesë asaj diaspore e cila ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm sa i përket kësaj proteste, në këtë rast pa përmendur këtu kontributin e ka hershëm ndër vite. Po në këtë rast si e shikoni, a mendoni se diaspora mund të jetë një element mjaft i rëndësishëm që mund të fundos këtë lloj parie dhe konkretisht qeverisjen e kryeministit Edi Rama, duke qenë se është e shkputur nga interesat caktuara që mund të lëvizin dhe mund të qarkullojnë brenda në Shqipëri? Ju falenderoj për këtë pyetje, është pyetje shumë me vend. Diaspora jo vetëm që ka rol të rëndësishëm, po duhet të ketë dhe ka rol kyç në këtë ndryshim. Sepse për 35 vite kemi provuar që tentativat ose përpjekjet ose gënjeshtrat e brendshme ndër palët e Paris për ndryshim sistemi me anë të ndryshimit të rregullave e të tjerë, të gjitha përfundojnë në duart e Parisë së Tiranës. Pra, çdo lloj sistemi zgjedhor, çdo lloj sistemi ligjor, nëse nuk ka vullnet për të zbatuar me rregulla të qarta dhe të barabarta për të gjithë, do të devijohet nga sejmenët dhe nga zagarët dhe nga sekserët e Parisë së Tiranës. Së dyti, do thoja që objektivi nuk duhet të jetë thjesht, madje edhe fort dakord me dorëheqjes. Nuk mjafton dorëheqja. Dorëheqja është një hap i parë. Dhe dorëhiqet kryeministri aktual sepse ka mbi shpinë krime të përbindshme kundër shqiptarëve. Por dorëheqja është vetëm një hap i parë dhe nuk jep zgjidhje. Mbas përkundrazi, unë do të thoja që ajo që jep zgjidhje është fillimi i një procesi për ndëshkimin e krimeve
evidentimi i këtyre krimeve, rikthimi i parave shtetit shqiptar, për të qenë baza e një shteti të ri dhe një lufte të pa kompromis kundrejt krimit organizuar, i cili e ka kapur përfyti të qeverisje dhe këtë opozit, dhe gjithashtu shërbimi i të gjithë skenës politike nga, siç thash, sekser, zagar, njerëz të cilët merren thjesht me dhënie marrje tenderash edhe në opozit, sepse Shqipëria duhet të ketë një rekord që të vetëm në botë që në opozit këtu pasurohesh.